Mirë, në të pjesë të fundit të programi, si që bëra me dje më herë, do të diskutojmë për lumin Vjosa, pas shpalljes park kombëtar, tash më duket se është drejt një tjetër hapi të rëndësishëm, pikërisht në përfshirjen e listës së prestigjioze të UNESCO-s. Por për më shumë ne do të diskutojmë me aktivistin Olsi Nika, një në fakt nga aktivistët që është përfshirë shumë prej vitesh për mbrojtjen e Vjosës deri në shpalljen park kombëtar, por edhe shumë aspekte të tjera që janë të rëndësishme në këtë fazë. Zotin Nika, përshëndetje sërish. Përshëndetje, ju kërkoj ndjes, po jam në terren, jam buz Vjosës. Pa diskutim, i palodhur. Ka ndonjë problem me një zonë tjetër? Problematika ka gjithmonë. Ka shumë, po, që jeni angazhuar pikërisht sot, edhe ndaj si ju kemi në studio. Sot jemi në një tur me disa ekspert, me thënë drejtën, për të parë mënyrat e menaxhimit dhe për të parë më nga afër se cila mund të jetë qasja për të menaxhuar parkun. Mirë, do t'jetë pjesë e UNESCO-s, çfarë ka ndodhur, u bë me dije lajmi shkurtimisht nga Ministra e Turizmit dhe Mjedisit Kumbaro, por për më shumë detaje, në çfarë faze, si është bërë aplikimi, pra çfarë po ndodh? Shiko, ky është një proces të rëndësisht i iniciuar dhe i udhëhequr nga Ministria e Turizmit e Mjedisit, pa tjetër me punën e madhe të jashtëzakonshme të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura. Është një proces relativisht i gjatë që ka nisur me përgatitjen e dosjes, përcaktimin e kufive, pastaj është zhvilluar një tur i gjerë, konsultimesh. Të gjitha këto kanë ndodhur përgjithsisht gjatë vitit të shkuar, ku është bërë edhe dorëzimi, pra aplikimi i dosjes, që lugina e Vjosës, pra flasim këtu për një hapësirë shumë herë më të gjerë se sa parku, të marrë statusin e njohjes, apo ashtu si quhet ndryshe njohja ndërkombëtare apo certifikimi nga UNESCO si rezervë biosfere. Ky është padyshim mendoj është një vlerë e shtuar për parkun, por sigurisht nuk mund të jetë kurse e krahasueshme me vendimarrjen për parkun. Pra parku kombëtar është kategoria më e lartë e mbrojtjes dhe është ajo çfarë përbën themelin e mbrojtjes efektive të parkut, po edhe menaxhimit të qëndrueshëm të saj, ndërkohë që kjo kategori apo kjo njohje, se nuk është kategori tamam. Po, një njohje ndërkombëtare, a sjell përfitime konkrete për komunitetin? Absolutisht, ka ca kritere. Specifikisht çfarë? Po. Ka ca kritere. E para një herë bën edhe më shton edhe një herë më shumë në listën e kërkimeve Vjosën si itinerar. E dyta patjetër që ka ca kritere. Pra më shumë turist për Vjosën. Nuk do thosha vetëm turist, po është një njohje ndërkombëtare, është një vëmendje e shtuar ndaj Vjosës, sepse nuk ka të bëjë vetëm me turizmin, por përkundrazi ka të bëjë më shumë me mënyrën e qëndrueshme të menaxhimit. Pra pjesa që përfshihet sot jo sot, sepse sot është marrë miratimi për dorëzimin e dosjes dhe pastaj do kalojë edhe në filtrat të tjerë vlerësimi derisa të futet në listë, por ideja është që ky hap është i rëndësishëm sepse përcakton mënyrën e zhvillimit të zonës përreth parkut të Vjosës. Pra flasim këtu për hapësirën e luginës së Vjosës, dhe jo të parkut të Vjosës. Parku i Vjosës përfshin vetëm lumin, ndërkohë që zona e dorëzuar nga Ministria për të miratuar në UNESCO është në kufijtë të gjithë luginës, ku përfshin brenda qytetet, fshatrat, nga kufiri me Greqinë mbi përmet deri në deltën e tij në detin Adriatik. Pra ka të bëjë më shumë për sigurimin e zbatimit të parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në zonën përreth parkut, përfshirja e shumë aktorëve, kryesisht bashkive, pra njësive të qeverisjes vendore, po edhe aktorë të tjerë lokal, shoqërisë civile edhe sektorit privat, në një harmonizim dhe bashkërendim të punës së tyre në funksion të promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm në zonën përreth parkut kombëtar. Përmendet shpesh në Shqipëri, për rajone të ndryshme, zhvillimi i qëndrueshëm, por cili është modeli që pritet dhe duhet të aplikohet për parkun kombëtar të Vjosës, sepse shpeshherë edhe abuzohet në Shqipëri me këtë termin e zhvillimit të qëndrueshëm? Më falni, nuk ju dëgjova?
Pra, e përmendi dhe Ministri Akumbarë, që do t'jetë një model i zhvillimit të qëndrueshëm, po në jo pak raste abuzohet në Shqipëri me këtë zhvillimin e qëndrueshëm. Kur flasim për Vjosën, që tashmë është park kombëtar, që synon të bëhet edhe në imbrojtur të njëjtë nga UNESCO, çfarë do të thotë një model zhvillimi i qëndrueshëm? Kemi në një rast të ngjashëm, të cilin do ta aplikojmë në Vjosë? Besoj që Vjosa është modeli më i mirë për të ndjekur edhe për të zhvilluar më tej si modeli zhvillimit të qëndrueshëm. Jo, me thënë drejtën, në 30 vjet nuk është e kemi një model të tillë dhe Vjosa i ka gjithë potencialet për të shndruar në një model të tillë. Edhe njohja nëse do të vi nga UNESCO pikërisht kësaj i shërben. Pra që aktivitetet njerëzore që ndodhin në hapësirën përreth parkut duhet të jenë të qëndrueshme në funksion edhe të vetë parkut apo të vetë mbrojtjes së natyrës. Fjala vjen mënyra se si do të zhvillohet turizmi, një nga sektorët që edhe promovohen më shumë. Në zonën përreth parkut, pra në qytetet, në fshatrat e Tepelenës, Përmetit, në Malije e Selenicës, duhet të jetë i tillë që të mos ndikojnë negativisht në vlerat e ruajtjes së natyrës në vetë parkun, por edhe në hapësirën përreth, sepse biodiversitet nuk ka vetëm në parqet kombëtare, brenda kufinjve të parqeve kombëtare. Biodiversitet ka edhe në zonat përreth tyre, ka edhe në korridorët ekologjik që lidhin dy zonat të caktuara. Dhe besoj që modeli Vjosa ka gjithë potencialin për të shndruar në një model të tillë të zhvillimit të qëndrueshëm. Cilat janë parimet? Parimet e zhvillimit të qëndrueshëm janë ato parime të shpallura, të mirëpranuara edhe të promovuara nga të gjitha qeveritë që pas marrëveshjes së Parisit. Po sa janë të zbatuara në Shqipëri? Parimet e zhvillimit të qëndrueshëm. Sigurisht ato janë sfituese edhe në vendet të tjera për të zhvilluar, aq më tepër në vendet në zhvillim siç është Shqipëria, që do të duhet të sakrifikojë diçka më shumë nga burimet natyrore në dobi, po themi, të zhvillimit ekonomik. Por modeli që duhet aplikuar në Vjosë besoj që duhet jetë pikërisht ky. Ato janë sfiduese, por besoj që në Vjosë nëse do të merret seriozisht edhe vetë UNESCO këtë kërkon, besoj që mund të dalin. Pastaj kjo do duket në vitet në vijim, në muajt në vitet në vijim, se sa serioze do të jenë përpjekjet jo vetëm të qeverisë shqiptare, por të qeverisë në radhë të parë, por edhe të aktorëve të tjerë që duhet të kontribuojnë patjetër me garantimin e zbatimit të këtyre parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm. Por parimet janë të shpallur. Janë 17 parimet e shpallur. E qartë, rëndësi ka zbatimi tyre, siç ndodh rëndom në Shqipëri edhe me çështje ligjore. Çfarë ka ndryshuar që nga shpallja e Vjosës park kombëtar? Parku kombëtar pastaj është diçka tjetër. Pra parku kombëtar është, po themi, kolona vertebrale e hapësirës që do të njihet nga UNESCO. Sepse parku kombëtar zë vetëm 12.000 hektarë, në 400 kilometër lumë, pra janë vetëm rrjedhat lumore, ndërsa pjesa e UNESCO-s është i gjithë baseni. Dhe këto kanë qenë dy procese që janë zhvilluar pak a shumë paralelisht, unë e përmenda, pra nëse në procesin e shpalljes së parkut kombëtar Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka patur disa partnerë, ka patur Unionin Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës, kompaninë Patagonia, por edhe një grup shumë të madh ekspertësh të huaj dhe shqiptar që kanë ndihmuar në shpallje dhe në hartimin e planit të menaxhimit. Ky proces është bërë pjesërisht nga ekspertiza e vetë ministrisë, dhe besoj që ka qenë një proces i mirë. Këto janë të dyja procese që kanë marrë goxha kohë. Megjithatë, unë mendoj që tani është koha që të adresojnë sfidat, të adresojnë problematika dhe të fillojë zbatimi i planit të menaxhimit. Për hir të së vërtetës, në këto 2 vjet nga shpallja e parkut kombëtar, puna që është bërë është pikërisht për hartimin e dokumentave, këtyre dokumentave që unë thash, dhe shumë pak është bërë në drejtim të zbatimit të tyre. Patjetër që duhet kemi dokumenta të mirë, strategji të mira, por duhet avash avash të fillojmë të zbatojmë. Gjatë protestave që bënit vite më parë për mbrojtjen e Vjosës, për shpalljen park kombëtar, tashmë jemi përpara një fakti të tillë. Keni pasur në mbështetje dhe banorë të zonave përreth. Po sot ndihen ato të kufizuar për shkak se nuk mund të investojnë, çdo gjë do duhet të mirë përcaktohet, ndoshta nuk do të mund të shfrytëzojnë edhe hapësirat e tyre. Jo, nuk është as pak kështu. E para nuk është e ndihem, faktën deri tani jo, po edhe në planin e menaxhimit dhe në përcaktimin e aktiviteteve se cilat lejohen, cilat nuk lejohen, nuk ka kufizime sidomos për komunitetet lokale, sepse unë e theksova, parku shtrihet në një hapësirë të ngushtë, hapësira përreth parkut pastaj duhet patjetër të aplikojë parimet e zhvillimit të qëndrueshëm. Sigurisht ka një sër aktivitete që
aplikojnë në zonën për rreth parkut, të cilat patjetër duhet, disa prej tyre duhet patjetër të ndalohen, por pjesa më e madhe e tyre do të duhet të rikonceptohen, të adaptohen në mënyrë që të mos cënojnë vlerat e ruajtjes së natyrës për park. Nëse doni t'i përmend, mund t'i përmend. Pra, për shembull, industria nxjerrëse përpunuese, sektori minierave që është i pranishëm në basenin e Vjosës dhe shpesh herë ndikon në Vjosë, sigurisht që janë apo marrja e inerteve nga lumi, patjetër që këto janë të ndaluara edhe me ligje të tjera, jo me ligjin për zonat e mbrojtura vetëm, por këto patjetër që duhet përcaktohet një kohë e caktuar e cila duhet jetë e nevojshme dhe e mjaftueshme që aktivitetet të tilla të mos lejohen më. Pastaj aktivitetet të tjera si bujqësia, peshkimi, lundrimi, turizmi, të gjitha këto aktivitetet apo akvakultura, janë gjitha aktivitetet të cilat duhet të rimodelohen, duhet të konceptohen ndryshe dhe plani menaxhimit jep goxha udhëzime dhe rekomandime shumë të mira për këto, se si duhet të zhvillohet dhe patjetër që i kanë të gjitha mundësitë që mund të zhvillohen ndryshe dhe mund të përkundrazi mund të shkojnë krah për krah me ruajtjen e natyrës. Zoti Nika, shumë kënaqësi t'ju kisha në këtë bisedë. Faleminderit e ju. Pavarësisht të kushteve të vështira për shkak të angazhimit tuaj. Mirë, ne kemi mbritur në fund të programit për ditën e sotme, ishim në një transmetim të drejt për drejt nga ora 17, u ndalëm tek zhvillimet politike, nesër deputetët do të kthehen në kuvend, seanca konferenca kryetarëve do të jetë në orën 10, ndërkohë që kuvendi do të nisë në orën 12. Përcollëm në fakt edhe një mesazh të kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Bardhi drejtuar deputetëve, duket se nesër do të kenë në fokus për të paraqitur atë që cilësojnë demokratët si një maskaradë apo zgjedhjet më të grabitura në histori, për të cilat prej ditësh del në konferenca për shtyp lideri Berisha dhe komunikon qoftë me mediat, qoftë edhe me qytetarët. Ndërkohë jemi ndalur edhe tek zhvillime që lidhen me e gjykatën e posaçme, atë çka ka ndodhur sa i përket hetimeve, por edhe arrestimeve përmes dosjeve të SPAK, për shembull për vitin 2024 dhe muajt e parë të 2025-s nuk janë pak, por 54 efektiv të policisë dhe ish drejtues policie, të cilët kanë rezultuar si të lidhur si bashkëpunëtor me krimin e organizuar, e një pjesë të mirë të këtyre fakteve SPAK i ka disponuar, i ka marrë përmes Sky dhe Encrochat. Ndërkohë jemi ndalur edhe tek zhvillimet të tjera siç është dosja e sterilizimit. Sot është bërë një ndarje e kësaj dosje për ish-ministrin e Shëndetësisë Beqaj, ky i fundit ka kërkuar që çështja të shkojë në gjykim të zakonshëm, teksa 8 të pandehurit e tjerë kanë pranuar gjykim të shkurtuar. Beqaj është në arrest në burg për SPAK, abuzim me fondet kur drejtonte agjencinë, ndërkohë që është në detyrim paraqitje sa i përket dosjes së sterilizimit. Në fakt ka akuzuar edhe SPAK se nuk i ka vënë në dispozicion provat apo pretendimet që kanë, madje se nuk mund të mbrohet pa pasur edhe një akuzë të shkruar. Ndërkohë kemi përcjell edhe zhvillimet më të fundit që lidhen me dosjen ndaj ish-presidentit Ilir Meta, po ashtu ish-bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi, por çfarë po ndodh edhe me dosjen Partizani, janë ndoshta në ditët e ardhshme do të hidhet edhe shorti për të përcaktuar se kush do të jetë gjyqtari i gjykatës së posaçme që do të bëjë dhe gjykimin në themel të dosjes Partizani, ku është nën akuzë zoti Berisha dhe Ndriti Maltezi, por edhe persona të tjerë. Mirë, ne kemi mbritur në fund të programit, ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, do të shihemi nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë, natë e mirë.